Çdo dhimbje është një shkollë dhe çdo lot është një mësues. Njerëzit ndonjëherë të keq kuptojnë, të lëndojnë ose të lënë vetëm, por Allahu përdor çdo gjë për të bërë më të mençur. Nëse s'kishe sprova, nuk do ta njihje durimin. Nëse s'ishte errësirë, nuk do ta vlerësoje dritën. Dhe nëse s'kishte dhimbje, nuk do ta ndjeje ëmbëlsinë e faljes së Zotit. Ndaj, mos kërko që sprovat të zhduken. Kërko që zemra jote të mos thyhet nën tokë.